Rregullimin e recepturave dhe deklarimin e artikujve që blejmë në magazin mund ta bëjmë në çdo kohë. Që do të thotë mund ta bëjmë dhe më vonë, mbas disa ditësh ose mbas një periudhe kohe që ne kemi filluar ta përdorim në shitje. Pra kamarierët vazhdojnë e shesin dhe të gjitha shitjet janë të regjistruara. Vendosëm që të bëjmë inventarin dhe të bëjmë kontrollin. Dy gjëra duhen pasur parasysh. Një, të numroni fizikisht dhe të shkruani në një blok ato që numroni, gjithmonë përpara se të hapni adminin. Nga eksperienca ime, gjithmonë ka pasur probleme qofse shkruhen gjendjet me kompjuter përpara. Ju lutem mos e bëni këtë asnjëherë. Merrni një copë letër, shkruani një herë, pastaj hidhini kompjuter. Dhe e dyta, për çdo zë të menus, pra çdo gjë që shisni në lokal, të keni gati raportin e drejtë të asaj që hyn me atë që shitet. Pra recepturat. Për shembull, kafen, si do ta masim? Do ta masim me kile apo do ta masim me copë? Në rast se do ta masim me copë, raporti është 1:1. Pra një kafe që shitet na heq një kafe nga numërimi jon për sot dhe për nesër. Por në qoftë se ne numërimin e bëjmë me kilogram dhe themi në lokal kemi 5 kg kafe ose 6 kg kafe, atëherë për çdo kafe që shitet ne duhet të zbresim sasinë e duhur në gram që i takon për një kafe. Zakonisht po themi për 120 kafe për kile do heqim 8 gram kafe ose 0,008 të kilogramit. Të do ta shikojmë dhe pak më vonë. Konkretisht. Tham që programi funksionon edhe pa deklaruar artikujt që hynë në magazin, boll që t'jetë shkruar menuja. Kuptohet, po nuk vum artikujt e magazinës, nuk kemi bërë edhe hyrje, sepse nuk furnizoni dot pa deklaruar më përpara artikujt. Kush mund të jetë arsyeja? Arsyeja është që nuk duam ta ndjekim me inventar, ose nuk kemi patur kohë ose e kemi përdorur për testim etj etj. Mos u shqetësoni, të gjitha shitjet janë të ruajtura në sistem dhe unë këtë konsideroj pjesën më të rëndësishme. Ne supozojmë që e kemi përdorur për disa ditë dhe në këtë moment që ne po flasim, kemi vendosur që programi na ndihmojë edhe për të bërë inventarin. Si fillim, siç u thash, duhet të numërojmë fizikisht gjithë artikujt që kemi gjendje në këtë moment dhe prandaj e mira është të bëhet në mëngjes ose në darkë ky lloj numërimi. Dhe listën ju sugjeroj që ta bënin në këtë lloj forme, për shkrimin e artikullit, sasinë dhe mundësisht dhe çmimin për njësi në krah. Për shembull, nëse ne kemi 6 kg kafe në lokal, mund të shënojmë 720 copë dhe të vendosim një çmim në letër gjithmonë, 21 lek për copë, duke supozuar që kafja blihet me 2500 lek kilograme. Gjithashtu, qumshi 2,5 litra, mund të vazhdoj domate, patate, bustine çaj, etj etj, lista është goxha më e gjatë. Në rregull, mbasi bëjmë këtë punë, ulemi në kompjuter dhe do ta nisim me deklarimin e artikujve që kemi në magazin, por si emërtim dhe me ca parametra të tjera që do t'i shohim në momentin që e bëjmë. Pastaj si hap tjetër duhet të zerojmë gjendjen, duke qenë se ka shitje. Këto lëvizjet mbasi vendosim artikujt na e prekin inventarin dhe do dalim me minus gjendja në kompjuter, kështu që fillimisht duhet ta çojmë një herë në 0 dhe pastaj do të hedhim si furnizim të parë për mbajtjen e kësaj letre që kemi këtu. Kuptohet, programi numëron automatikisht vetëm shitjet që bëjnë kamarierët dhe furnizimet nuk mund t'i marrim me mend. Do të jeni ju që duhet të hidhni ato në mënyrë periodike. Në momentin që hidhni furnizimet e sakta dhe nuk ka më furnizime tjera, mbas këtij kontrolli që bëhet, presupozohet që inventari deli sakt. Nëse diçka del mangull ose plus, duhet të shqetësoheni dhe të kërkoni përgjegjësinë tek personat që punojnë me ju. Për të bërë inventarin dhe kontrollin fizik, pastaj më mbrapa të lokalit, banakut, kuzhinës e tjerë, nuk mjafton që të plotësojmë vetëm menun e kamarierit. Në këtë seksion unë do përpiqem t'ju shpjegoj
si funksionon logjika e mbajtjes inventarit të këtij programi. E thënë me pak fjalë, pjesa e sipërme, kuadranti i parë i kësaj që shikoni këtu tek menuja, është pjesa e produkteve që shet kamarieri. Kuadrati i tretë poshtë janë artikujt të cilët hynë në magazin dhe kuadranti i mesit që është më i rëndësishmi për të bërë inventarin dhe kontrollin është pjesa ku vendosen përbërësit e zërit, e thënë ndryshe cilët nga artikujt e kuadrantit të tretë dhe në çfarë sasie preken kur shitet një artikull i kuadrantit parë. Për shembull, në qoftë se shitet një çaj i nxehtë, logjika ta do që të shesim një bustin çaj. Pra të zbresim nga inventari një bustin çaj. Atëherë zgjidhja e drejtë do të ishte çaj 1. Rregull? Për një kafe duhet heqim një copë kafe. Nësa për një macchiato duhet heqim një kafe dhe pra kur shitet macchiato neve duhet zbresim normalisht dhe qumshin. Pra zëri macchiato ka kafen, por ka dhe qumësh, duke qenë se qumshin ne masim me litra, kemi vendosur masim me litra, atëherë i takon një fraksion i litrit, për provë po themi 10 gram qumësht. Nuk e di se sa është eksakt. Dhe për kapuçinon, nëse është kapuçino që bëhet me kafe, do të heqim një kafe dhe qumësht 0.1 të litrit. Në momentin që ne vendosim përbërësit e zërit, për çdo zë të menus që shet kamarieri, kemi vendosur një lidhje midis artikujve që blejmë dhe atyre që shesim që janë në kuadrantin e parë. E njëjta gjë për artikujt të përbërë do të ishte edhe për spagetin. Për shembull, spagetin e nuk e kemi, si zë, atëherë zgjidhja më e drejtë është të veprojmë si më poshtë. Ta shtojmë spagetin, ose le ta quajmë makarona, si lëndë e parë, do të matet me kile. Tjetër gjë, çfarë mund të hyjë ke spageti, mund të jetë vaj, mund të jenë dhe domate, vaj me litra, domatet me kilogram. Në momentin që ne duam që këto artikujt e fundit që ne shtuam të na shfaqen në përbërësit e zërit, duhet që të bëjmë një doppio klik për të rifreskuar listën. Dhe i takon të më falin kuzhinierët ndoshta po ja fuskot, po do përpiqem të vendos sasitë si ma mërmendja mua. Dhe 50 gram domate. Në këtë moment, sa herë që shesim një pjatë spageti, heqim nga kuzhina 100 gram makarona ose 0,1 të kiles, 5 gram vaj dhe 0,05 kg domate. Njëtën gjë du ta bëjmë dhe për tortellinit, duhet vendosim këtu recepturën dhe për artikujt e tjerë të pijeve freskuse. Në çdo rast, kontrollin e marrëdhënies midis magazinës dhe menus e kontrollojmë tek recepturat. Për shembull, tu kemi spageti që përbëhet nga kjo lloj sasie. Çaji është korrekt, kafja është korrekt e tjerë. Qofse lokali ka shitur një farë sasie, të gjë mund ta bëjmë me nge
dhe mbas një jave që kemi instaluar programin, atëherë tek lëvizjet e inventarit ose tek inventari shikojmë që diçka ka lëvizur dhe duke qenë se ne kemi shitur, jemi mangët me sasitë më poshtme për këtë periudhë demoje që po llogarisim. Që inventarit na dali sakt, e mira është që këtë sasi fillimisht ta zerojmë, këtë minus që kemi, dhe pastaj të hedhim qendrën e vërtet. Atëherë jemi 0.05 kg domate, i bie të bëjmë një furnizim. Domate tham 0.05. Tjetër kishim kafe 2 cop, makarona 0.1. Uruajt, pra furnizimi parë vu me minus, vu me plus ato që ishin shitur deri në këtë moment. Gjithë secili për jush mund të vendosi shifrat siç i ka në raportin e vet, konkretisht. Dhe pas kësaj mund të hedhim gjendjen reale që kemi në lokal. Po vendosim gjendjen reale që kemi numëruar dhe kemi shkruar në një cop letër paralelisht. Kafen po e masim me cop dhe supozojmë që në lokal kemi 6 kg kafe. Atëherë tu do të vendosim 720 kafe, sepse kemi llogarit afërsisht 120 kafe për kile. Herë 6 bëjnë 720. Vazhdojmë dhe me furnizimin e makaronave. Kjo është thjesht për efekt demonstrimi. Kemi dhe 2.5 litra qumësht, ndërsa vajna ka mbetur të gjysmë shishe. Ja ku hodhëm atë që kemi numëruar aktualisht. Në çdo moment, nëse ne do të shikojmë tani lëvizjet e inventarit, kemi mbas zërimit që ne kemi bërë, i kemi të sakta gjendjet e mallit në lokal. Në momentin që ditët ecin dhe shitjet shtohen, por nuk kemi bërë furnizim, është e kuptueshme që do të shtohet kolona e daljeve dhe pjesa që shkruan lëvizje është faktikisht inventari juaj. Ju mund të kontrolloni dhe inventarin sa e kam pasur në një datë caktuar, për shembull, në këtë moment datën 6 i bie këtë qenë 0, nëse jemi korrekt me furnizimet. Mund të kontrollojmë dhe vlerën në lek të inventarit. Tu shikohet që vlera është 0, duke qenë se ne nuk i kemi hedhur me çmime. Këto janë raportet